Qëllimi i këtij udhëtimi ishte mbrojtja e votës së qytetarëve shqiptar, denoncimi i farsës më të shëmtuar elektorale të 34 viteve të fundit, farsës së zgjedhjeve të 11 maj 2025. Unë njoha bashkëbiseduesit e mi me vjedhjen e madhe të haptë dhe publike të votës së qytetarëve shqiptar nga narkodiktatori Edi Rama, u paraqitën vendimet e qeverisë për bonusin famoz 100 euro për vot për çdo pensionist, vendimi i qeverisë për të falë 200 milion euro, kurse fatura e parë është 76 milion euro, punësimet, 10 mijëra punësime për vot, 10 mijëra hektar kanabis për vot. Janë këto akte të cilat rrëzojnë në mënyrë përfundimtare farsën elektorale të 11 majit. Pa llogaritur këtu ndërhyrjet e fuqishme të krimit të organizuar në 20 bashki të vendit dhe 10 qarqe. Betejë për mbrojtjen e votës është një betejë që do zhvillohet në Shqipëri, por do zhvillohet dhe jashtë saj, sepse zgjedhjet janë procesi i cili është sa kombëtar, aq dhe ndërkombëtar. Kemi dhëna të sigurta të manipulimeve monstruoze që janë bërë me votën e emigrantëve në Greqi, në Itali, në Rom, veçanërisht në disa zona tjera, por edhe në një vend tjetër. Shpejt do jetë dita kur ambasadat e narkodiktatorit të rrethohen në të gjitha kryeqytetet e vendit nga populli që u shkelmua vota. Dhe kjo është vetëm një hap